krime zgjedhore. Janë 2 rastet e fundit, me thënë drejtën, që prokuroria e posaçme ka patur nga emisioni fundit që kemi qenë, sepse ne kemi trajtuar disa nga rastet që ka patur reagime në lidhje me krime zgjedhore. Rasti më i fundit është ai i Bashkisë së Klosit, ku janë marrë celularët e disa punonjëve dhe zyrtarëve të Bashkisë së Klosit, pasi prokuroria e posaçme ka dyshime të arsyeshme që ata janë të përfshirë në shitblerje të votës në favor të Partisë Socialiste. Ka qenë një referim Partisë Socialiste në Bashkinë e Klosit. Tani ka patur disa të dhëna përmes disa letrave anonime fillimisht dhe më pas përmes një referimi, sipas të cilëve zyrtarë caktuar aty ishin të përfshirë në pjesën e shitblerjes së votës. Dhe për këtë arsye është urdhëruar kontroll në zyrat e tyre në bashki, ju janë marrë celularët e po ashtu ju janë marrë edhe laptopët në shtëpi. Ka qenë interesante sepse njëri nga zyrtarët e bashkisë në momentin që ka kuptuar që BKH-ja ishte afruar, e ka fikur celularin e tij dhe e ka lënë në automjetin e një shoku të vet. Dhe vetëm pasi prokuroria ka tentuar të arrestojë në flagrancë për shkak se ai po pengonte zbatimin e vendimit, është arritur të gjendet telefoni që ai kishte komunikime dhe ishte përgjuar. Dhe gjatë gjithë kohës, gjatë përgjimeve rezulton që ata flasin me njëri tjetrin dhe thonë që na tha shefi, kemi marrë këtë urdhër nga shefi, dhe prokuroria është vënë në ndjekje të atij që konsiderohet shefi, që kuptohet sipas tyre ka dyshime që të jetë njëri nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste, por mbetet për të provuar secili prej tyre. Nuk është bërë ndalimi në flagrancë për faktin se për shkak të rrethanave familjare, duke qenë se ka gruan shtatzan, ka po ashtu edhe një fëmijë tjetër të mitur, dhe sot që ne flasim, pra ditën e sotme, prokurori posaçëm ka bërë atë aktin e ekspertimit me qëllim kthyrjen e celularëve nga ekspertët përkatës. Tani duhet presin prokurorët, shikojnë komunikimet dhe a lidhen këto komunikime me përgjimet e po ashtu me emrat që ato kanë përmendur. Pra emrat e personave do pyetem më pas personat që janë përmendur e tjera me radhë. Kjo është pjesa për Bashkinë e Klosit. Rasti tjetër është i kryetarit të Bashkisë së Kavalës. Si kanë marrë telefonin, apo janë bajnë cako dhe japin prapë? Kujt, tyre, po këta zbërthen, Elvisit. Po Elvisi është interesant, sepse ajo çfarë bërë përshtypje është se ky është, ndryshe nga rastet e tjera, që prokuroria mund t'i ketë nisur me referime me të dhëna nga kandidatët nga subjektet, është një referim i policisë së shtetit. Pra policia e shtetit ka ngritur pretendime dhe ka dërguar një material sipas saj me arsyetimin që ka patur dyshime të arsyeshme që Elvis Roshi është i përfshirë në shitblerjen e votës, pasi janë bërë disa përgjime dhe vëzhgime, është vendosur që t'i merret celulari me qëllim për të bërë lidhja mes përgjimeve dhe të dhënave konkrete. Dhe është ushtruar kontroll në disa ambiente që mendohet që kontrollohen prej tij, janë marrë disa celularë të lidhjeve të tij miqësore dhe familjare, dhe nga ana tjetër janë gjetur edhe disa të dhëna që kanë të bëjnë me lista, kanë të bëjnë me emra, kanë të bëjnë me tollona nafte e tjera me radhë. Pra këto janë 2 rastet më të fundit që kanë të bëjnë me pjesën e krimit zgjedhor. Po sigurisht, krimi zgjedhor, ne bijem dakord që nuk është këtu, dhe mendoj që prokuroria do të shkojë shumë më tej që ka të bëjë me kandidat të shumë votuar nga listat preferenciale, pra nga listat e hapura, njerëz pas një kontribut që paprit mas dalin në maj me vota që askush nuk e di se si kanë ardhur, se si janë marrë këto vota përmes presionit, përmes rishfetit, përmes ndikimeve apo përmes premtimeve të ndryshme, dhe problematike është caktimi i kandidatëve të caktuar për deputet nga njerëz botës krimit dhe financimi i partive politike. Pra, sidomos vetëm udhëtimet që janë bërë jashtë vendit me takimet e diasporës, janë takime të cilat patjetër duhen hetuar. Kështu e shikoj unë krimin zgjedhor, më shumë se sa e shikoj tek një individ, një ish kryetar bashkie që ka ndruar 2 parti me 7 emra edhe me 100 skandale, por e shikoj tek pjesa më e madhe, pra ndikimi i kandidatëve, diktimi i emrave, votat e tyre të pajustifikuara. Pra për shembull ne kemi në qarkun e Durrësit, unë ta kam thënë dhe më herët në studion tuaj, Arkend Ballën, që nuk ka asnjë kontribut publik në Partinë Socialiste. Dhe ka marrë 20.000 vota, është votuar disa herë më shumë se sa Edi Rama, që ishte kryeministër në 2021-shin në qarkun e Durrësit. Pra ka marrë vota shumë më tepër se sa Rama, pa patur një platformë, pa bërë një takim politik, pa patur përveç faktit që ka dyshime të arsyeshme që mbështetej nga një... Me trafik influenca shto meren? Po gjithsesi, nëse është trafik influenca, sërish këtë deputet... Varet nga vjen trafiku të varet si bëhet orientimi. Dhe varet si bëhet orientimi. Po gjithsesi është një deputet të nesërme një kapur. Nëse shkon, pra shkon me një votë të pamerituar, qoftë edhe me një drejtim nga partia, do thotë që
je i varu nesër në qëndrimi që do të mbash në kuvend. Tani më fal, si mund shkojë njeri të marrë mira vota ata që kanë patur mbështetjen e partisë. Po janë dyshime, po kanë patur orientim për opozita, por shumica kanë qenë te lista e mbyllur ylli. Ata që janë te lista e hapur dhe dalin me këto vota patjetër që ne mund të ngrem pyetje se edhe në Tiranë kanë. Edhe në Tiranë. Ali Mehmeti për shembull. Po, është një figurë që njihet. Ne po flasim për emra që s'u kemi njihet shumë. Tabaku njihet, Ali Mehmeti nuk njihet. Patjetër që njihet. Gjatë periudhës së Covidit, madje Ilir Ali Mehmeti ka qenë disa herë edhe në për Covidin mund të njihet, ai mund të njihet për një gjë. Mund të njihet për një gjë, po themi unë se një fare këtë personazh, po mund të njihet për një gjë në Durrës. Kur u bën primaret atëre përballë me zotin. Okej. Nuk jam kundër, po opozita ka për detyrë të nëndzirë ne të vi në për studio sa më parë, dhe jo të vej vetëm në përvendet e preferuarat, vetat, ku thot aty çfarë i do qefi, po të vi dhe të flasë. Në rastin fjalë këto janë indicie, por nëse ti mendon që para 4 vjetës personazhi në fjalë ka marrë vetëm 2000 vota, dhe mbas 4 vjetësh i 10 fishon këto, kjo është një pikpyetje. Pikpyetje, sigurisht, që madhe bile. Nëse personazhi Elbasan arrin të marrë 20.000 vota në raport me gjithë votat që ka qarku, ajo është një pikpyetje. Vjen padyshim. Kjo është një indicie për spaku. Kam dhe dy përpara. Po të mos ishte i hapur krimi në zgjedhje, nuk do kishim dhe task force-ën për krimin në zgjedhje, se i bie që të kesh shpërdoruar burime dhe energji kohë. Po është ngritur edhe ne pyetjet dhe diskutimin po e bëjmë. Këtë pjesën fundore tani e kemi ore çfarë bëri në gjithë kjo ngrejinë. Këti Elvis Roshit, çfarë kapën këta? Elvis Roshit në rastin fjalë ti nxjerrin ujin e zi. Por unë kam dyshime nëse Elvis Roshit do ishte nga krau tjetër, do kishte ndjetur tjetër mënyrë apo jo. Dhe në fund të gjithë këtyre ditëve do kishte telefonin xhep. Ne shohim PSD-je, Elvis Roshit është personazh i njohur, raste të tjera që janë gati të gjitha në ngarkim të partive që kanë qenë, themi, në opozitë me Elvisi ju ka shtuar më se të mund ta mbanin dhe Elvisin, po ju ka shtuar dhe ka rëmbeu Angroni ande dhe iku. Faktet janë këto, pra që Spaku dhe policia nuk kanë asnjë rast. Rëmbeu Angroni më Elvisin pa. Por partinë që ka fituar zgjedhjen. Janë kandidatë të cilët nuk kanë deputet vetëm vetëm, po kanë nxjerrë dhe dikë tjetër, 2-3 deputet për qark. Tjetra kemi Klodi ka një akuzë të re për Iron Velien që u deklarua sot. Çfarë është kjo? Po tani nëse ju kujtohet, një 3 ose 4 emisione më herët, ne kemi diskutuar në lidhje me një urdhër kontrolli, pati dhe një reagim në atë kohë nga aktori Gazmend Paja, se këta reagojnë, do më thënë, e bëjnë humor çdo gjë edhe hetimin e prokurorisë. Në lidhje, jo, po s'mund bëj humor me hetimin e prokurorisë, dhe minimalisht duhet të ulte kokën dhe të pranonte realitetin. Megjithatë, prokuroria e posaçme mori autorizim në gjykatë dhe ushtroi kontroll përmes BKH-s në një apartament që është një kat më sipër apartamentit ose banesës ku banon zoti Velia dhe bashortja e tij.